ky parlament, si që shikoni, është për turp dhe faqet zez. E keni katandisur, e keni poshtruar këtë parlament në atë shkallë, sa që qytetarëve ju vjen turp kur ju shohin. A di çfarë është? I njihni proceset e transformimit? Proceset e transformimit, ky parlament po i kalon. E keni zegjinizuar këtë parlament. E dini ç'do thot zegjinizim të parlamentit. Zoti Noka, ju lutem, kontrolloni fjalorin. Zegjinizim. Çfarë keni bërë këtij parlamenti? Kur dëgjon, për shembull, kur dëgjon atë parafolsin, të vjen turp që je në këtë sallë. Ai vjen herë me ilaçet pira, herë me ilaçet papira. Kur ishim ne në pushtet, herë ma sillte Shpëtimi Drizi si çam, herë ma sillte Vangjel Dule si grek, herë ma sillnin si lap, dhe kur më kanë thënë që është këtu, kam thënë, ore, çfarë është ky njerëz se di domethënë. Disa herë ma sillnin me ilaçet pira, herë me ilaçet papira, në zyrën time po flasën. Pra, e kupton çfarë keni bërë këtij parlamenti. Ore, çfarë borxhi ju kanë shqiptarët për këtë katandisje që keni Procedura, zoti Noka, cila është procedura? Tani, tani kanë 4 muaj që shqiptarët presin që këtu të jepni një shembull të asaj që ju keni thënë para 13 vitesh në këtë parlament, kreu juaj Narkosi, para 13 vitesh thoshte, do t'i japim fund pandëshkueshmërisë. Do të bëjmë reformën drejtësi për t'i dhënë fund pandëshkueshmërisë. 4 muaj. Të kapur përfyti, po jo vetëm përfyti, edhe për të tjera gjëra. Ju ka sjell dhe ju ka mbështjell Belinda, ju ka zvarritur dhe ju ka përzhitur për të ardhur te kjo ditë që të gjithë kokullur, duke filluar nga kreu juaj Narkosi, të gjithë të poshtruar para saj, të gjithë të gjunjëzuar para saj, rrini këtu dhe të lutem, se do më rrezësh kohën sa dola dhe këtu. Të gjithë këtu ju rrini, e di si të rrini, faqe zez, si me qenë eunuk në oborrin e një sultani, të cilët nuk kanë këllqe për asgjë tjetër, vetëm për të qenë shërbëtor dhe shërbëtor. Shiko ku është një mega skandal. Mbaroj koha. Po çfarë ju lutem tani? Urdhro? Përfundoni fjalinë. Shqiptarëve vetëm një gjë do t'ju themi. Ju të dashur qytetarë të këtij vendi, keni provuar burg për 5.000 lekë të vjetra që s'keni patur mundësi të paguani energji. Keni provuar burg për një çati që keni rikonstruktuar. E kanë futur sot në ligj edhe burg për parkim dysh. Pra për ju vetëm termi burg ka ne mbi kokën tuaj 13 vjet nga kjo band plaçkicish. Ndërsa kur vjen puna te këta, jo. Ju jeni qytetarë dorës dytë, ndaj ju keni burgun, ligjin. Për këta s'ka ligj, sepse këta janë maliqi. Këta vjedhin, po vjedhja e tyre është vjedhja intelektuale, sepse të vjedhësh miliarda do të thotë që je intelektual sipas tyre dhe nuk i kap ligji se bëjnë ligj për të mbrojtur nga ligji. Ndërsa për ju ligji ju rri mbi kokë dhe burgu nga mëngjesi darkë për t'ju terrorizuar. Por mos harroni, kjo të kompani. S'ka kuptim, të lutem. Tre herë kam shtuar fjalën. Një fjali, urdhroni. Meq po ma mbyll, po ju them, të përfaqësosh krimin, të përfaqësosh kartelet, nuk është ndonjë gjë që t'ju bën krenar, por një gjë mos harroni. Jeni në ditët tuaj më të zeza, prandaj po përpliteni sot, prandaj jeni kapur pas Gysit dhe Belindës, sepse keni hallin e Ramës, jo të Gysit dhe Belindës, është halli i Ramës, i keni ditët e shkurtra. Ato protesta, ajo kryengritje popullore do t'i jap rrugë Shqipërisë. Nuk e shpëtojnë dot kartonat tuaj, as zegjinizimi, as edhe bidizimi i këtij parlamenti. Zoti Noka.
Ju të rreq vërejtje. 4 për fjalor të papërshtatshëm parlamentar, zonja Zeqine Çavushi ka marrë fjalën për Republikë. Se kam qëllim në vetvete, nuk e kam qëllim flamur. Ju lutem respektoni rregulloren. Zonja Çavushi. Unë nuk e di si vjen ky zotria këtu, si është kaq i paturp, sepse ky duhet jetë i fundit që duhet vi këtu dhe të na flasi për korrupsionin. Ky zotria është ai që ka qenë tek enti i banesave dhe të gjitha banesat e të pastrehve ua ka dhënë familjarëve të tij, duke filluar nga shtëpia e vet, duke filluar nga vëllezërit e vet, duke filluar nga motrat e veta e duke filluar te kunatat e veta greke, rumune e bullgare. Ty Muli hakut vetëm një nga partia të vjen dhe ai është Gazi. Ai ta ka treguar vendin atje ku të ka kallëzuar. Kështu që jepi përgjigje kolegu tënd Muli për korrupsionin e për gjitha të tjerat.